Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd. Hamdi, adhurimi janë për Zotin xhallashanuhu, atë e adhurojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk meriton të adhurohet askush tjetër me të drejtë përpos Allahut një, dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi i Allahut dhe i dërguari i tij i fundit. Të nderuar vëllezëni, jemi në ligjëratën e re të shpjegimit të librit Tri parimet dhe argumentet e saj, ku autori Allahu mëshiroft thot disa prej adhurimeve që Allahu na ka urdhëruar të kryejmë janë Islami, imani, ihsani, po ashtu lutja, frika, shpresa, mbështetja, dëshira, droja, për ulja, kthimi me pendim, kërkimi i ndihmës, i mbrojtjes, i shpëtimit, kurbani dhe zotimi. Kurbani dhe zotimi. Zotimi është njeriu kur e obligon veten e tij me diçka me të cilën Zoti nuk e ka ngarkuar. Këto dhe adhurimet e tjera që na janë urdhëruar duhet t'ia kushtojmë vetëm Allahut dhe askujt tjetër. Prova për këtë është me të vërtetë xhamit janë kushtuar vetëm Allahut, prandaj mos ju lutni askujt tjetër veç Allahut. Gjin ajeti 18. Kështu, thot autori, kushdo që një prej këtyre adhurimeve apo të tjerave ja kushton dikujt tjetër veç Allahut, ai është mushrik idhujtar, politeist, kafir mohues. Allahu thot kushdo që në vend apo krahas të Allahut lut adhuron ndonjë zot tjetër, duke mos pasur kurfar provë për këtë. Le ta di se vetëm te Zoti i tij do të jap llogari, vërtet që për mohuesit, kafirat nuk do të ketë shpëtim. Edhe cek autori një hadith që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u mukhul ibade, lutja, duaja është thelbi i adhurimit. Po ashtu kemi edhe këtë provë, Zoti juaj ka thënë: "Mu lutni mua që t'ju përgjigjem", ajeti i Zotit xhaleshano. Ata që shmangën adhurimit ndaj meje, nga mendjemasia do të hyjnë në xhehenem të poshtruar. Gafir, ajeti 60. Autori cek gjitha këto adhurime që njerëzit gjatë jetës së tyre i drejtohen ose Zotit, që i drejtohen besimtarët e sinqert, ose njerëzit e besimeve të tjera që ja drejtojnë të tjerëve. Për atë, nëse nuk ka shpëtim botën tjetër vetëm se me besim të pastërt, ne si besimtar, disa si kryefamiljar, disa si kryefamiljar të rinj, me të vërtet duhet t'i kushtojnë vëmendje të madhe mësimit, shpjegimit, librave të besimit në familjen e tij. Që në jetën e përditshme, ne si o xhallar dhe ju si xhamatli, dëgjojmë nga 5 falësit e 5 kohët namazit në xhami, duke fol fjalë, duke bërë betime që me të vërtet e shkatrojnë besimin Zotin xhaleshano. E gjitha kjo kthehet te mos leximi, kuptimi i librave të besimit. Ka disa që kanë me të vërtet dëshirë, pasion të madh të lexojnë libra edhe me faqe të mëdha, nga jeta, nga dokumentarët e ndryshme jetësore. Mirë po, me çështjet që ai do shpëton veten këtë botë dhe në botën tjetër, është larg. Për atë, kur njeriu e din që lutjen duhet me ia drejtu Zotit, frikën duhet me pas prej Zotit, shpresë me pas nga Zoti, mbështetjen, dëshirën, për uljen, kthimi me pendim, kërkimi i ndihmës janë për Zotin xhaleshanuhu, atëherë ky njeri e ka Zotin, çu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njihni Zotin tuaj ku jeni në rahati. Zoti do ju njeh juve kur jeni në vështirësi. Kjo është gjendja e muslimanit. Ndërsa gjendja e idhujtarit është e mohojnë Zotin kur janë në rahati dhe kërkojnë ndihmë
kur janë në vështirësi. Mirë po si ta kalojnë vështirësinë dhe dalin e breg, e harrojnë Allahun xhallashanuhu dhe i kthehen mohimit. Me që o bëhet qartë të ndëruar besimtar, se Zoti është i adhuruari vetëm, është me vend të përmenden disa lloje adhurimi përmes të cilave adhurohet Allahu dhe duhet i kushtohet vetëm atij. Janë disa përkufizime për sa i takon adhurimit el ibade. Një të tillë e ka dhënë edhe Sheikhul Islam Ibn Taymija në fillim të librit të tij El Ubudiyye, ku thot: ibadeti është një emërtim përmbledhës. Ibadeti është një emërtim përmbledhës për të gjitha ato fjalë dhe vepra, të cilat i do Allahu dhe është i kënaqur me to, qofshin të dukshme apo të padukshme. Nëse ne dëshirojmë ta kuptojmë se çka është ibadeti, me të vërtetë kemi gjetur në librat e besimit më së shumti që e cekin fjalën e Sheikhul Islam Ibn Taymijës, i cili ka thonë: ibadeti është një emërtim përmbledhës për të gjitha ato fjalë dhe vepra, të cilat i do Allahu. Do të thotë, kjo është ibadet. Fjalën që e don Allahu është ibadet. Veprën që e don Allahu është ibadet. Dhe është i kënaqur me atë fjalë që e thot robi dhe atë vepër që e vepron, qofshin të dukshme apo të padukshme. Vendin të gjitha këto e kanë në zemër dhe Allahu xhaleshan nuk pranon për ibadeteve vetëm çka është sinqerisht për to, sipas traditës së Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Ky përkufizim është shumë i qëllum. Së pari është i lehtë për të kuptuar. Dhe së dyti i qëndron më afër teksteve, ibadeti është një emërtim përmbledhës. Domethënë përfshin shumë gjëra. Çfarë? Të gjitha ato fjalë dhe vepra me të cilat është i kënaqur Allahu xhallashanuhu. Pra me të vërtetë njeriu, kur e kupton se ibadet është fjala dhe vepra, e kujton hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le të flasë mirë ose le të heshtë. Le të flasë mirë ose le të heshtë. Paramendosh çfarë para hyrje i ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij në këtë përkujtim. Kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, pse ditën e gjykimit? Pra se ditë e gjykimit ki me dhënë përgjegjësi edhe ki më shpërbly. In khairan fa khair, nëse mirë, nëse keq. Një sahabi, Muadh radhiyallahu anhu, tha: ja Rasulullah, a do të pyetemi për fjalë të cilat do i flasim? A do pyetim? I thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: a nuk i fut me fetyrat e ty në zjarrin e xhenemit hasaidu alsinatim, atë që korrin gjuhët e tyre, mielin dhe korrin. Për atë të gjitha ato fjalë dhe vepra, të cilat është i kënaqur Allahu, janë ibadet. Si mund të arrijmë të kuptojmë se këto fjalë dhe vepra i do Allah dhe është i kënaqur me këto? Sigurisht që ato duhen të jenë urdhëruar, ose të jemi njoftuar se i do Allahu dhe është i kënaqur me to. Sa lloje janë syrësh fjalë dhe vepra. Pra adhurimet i ndajmë: adhurime verbale, fjalë, dhe adhurime praktike, vepra. Nuk kemi një kategori të tretë. Pasi adhurimet ose janë verbale me gjuhë, ose vepra e veprime konkrete. Natyrisht ose janë të dukshme publike, ose të pakdukshme. Si fjalët ashtu dhe veprat mund të jenë të dukshme edhe të fshehta. Kështu arrijmë në përfundim se adhurimet me të cilat është i kënaqur Zoti janë ose fjalë ose vepra. Fjalët mund të jenë të gjuhës ose të zemrës. Fjalët e gjuhës të urdhëruara nga Zoti janë shumë. Për shembull, dhikri, leximi i Kuranit, fjala e mirë e tjerë. Të gjitha këto janë adhurime që bëhen me gjuhë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: le të vazhdon, le të jetë gjuha jote e lagur me përmendjen e Zotit. Le të vazhdon, le të jetë gjuha jote e lagur
me përmendjen e Zotit xhaleshanuhu. Disa fjalë zemre konsiderohet niyeti, qëllimi. Disa e ngatronin niyetin, kështu që filluan të shprehin me gjuhë. Vërtet që niyeti është thënie, po është një thënie që i takon zemrës. Kur zemra ka për qëllim diçka dhe e synon, ajo tashme e ka thënë, por jo me fjalë. Sepse fjalët janë veçori e gjuhës. Fjalët janë empirike të dukshme, ndërsa thëniet mund të jenë të dukshme ose të fshehta. Edhe veprat mund të jenë të zemrës ose të gjymtyrëve. Në lidhje me fjalët dhe veprat, adhurimet që ka përmendur autori, disa janë të dukshme, disa të fshehta, disa kryhen me gjuhë e disa me zemër. Disa kryhen me gjuhë dhe zemër njëkohësisht, e disa janë vepra të gjymtyrëve. Për shembull, sinqeriteti është çështje e zemrës. Sinqeriteti është çështje e zemrës. Pra atë njeriu nuk e ka të obliguar kur një njeri e thot një fjalë që me shtime u betu a ka për Zotin apo nuk e ka për Zotin. Argumente kemi sa doni, prej tyre është rasti i Usame ibn Zeidit radhiyallahu anhu, i cili ka qenë në luftë dhe ka mbyt një njeri i cili ka thonë la ilaha illallah. Masi e mbyt, pendohet Usamja dhe shkon te profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a ke mbytur pasi ka thënë la ilaha illallah? Usamja i arsyetohet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam duke thënë se e ka thënë nga frika, pasi e ka parë që është i mundur. Dhe në momentet e fundit thot la ilaha illallah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i sqaron Usamës dhe neve dhe gjithë muslimanët deri në gjykimin, thot aja ki hapur gjoksin që të shikon a ka thënë nga frika apo ka thënë nga Zoti xhaleshan. Pra atë njeti që nuk e din njetet tona askush tjetër përpos Zotit xhaleshano. Njeti nuk është lehtë më eduku. Është shumë e vështirë. Për arsye që njeti kur fillon me bën një vepër, besimtari dhe besimtarja duhet të vazhdon nga fillimi i kryerjes veprës deri në përfundimin e saj. Nëse dëshirojmë me u pranu të Zoti xhaleshano. Nuk është e lehtë një njeri më fal 60 vite, me dhon sadaka, me lexu Kur'an, me bërë xhihad, me agjëru Ramazanin, me shku në haxh, me shku në umre, me lexu Kur'anin, me thirrën e veprat mira, me ndalu nga veprat e këqija dhe gjithmonë me rujt njetin e tina. Për shkak sprovat më të cilat i kemi gjatë jetës tonë. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin më të trishtueshëm i cili gjendet në librat e hadithit, tregon se zjarri i xhehenemit do të fillon me 3 lloj njerëz të cilët kanë qenë në sytë e njerëzve prej adhuruesve, ibadetxhinjeve më të mëdha që ka pas historia e njerëzimit. Mësuesi i Kuranit, bamirësi i cili ka dhënë sadaka, dhe personi i cili ka luftuar dhe ka dhënë jetën që të gjithëve ju thot Zoti xhaleshanu dhe pas Zotit edhe me lajket. Këdhëp, po rran, po gënjen, edhe me lajket i thonë po gënjen. Ke lexu Kuranin që të thuhet je lexues, ke dhënë që të thuhet je bamirës, ke luftu që të thuhet është jetrim. Pra atë njeti duhet të jetë gjithmonë për Allahun xhaleshanu. Sinqerisht për të. Që njeriu kur mos ta humb qëllimin e tina. Nëse fillon më dobësu, ti kërkon falje Zotit xhaleshanu, të kthehet, të përmirëson jetën e tina. Për arsye që nëse vepra nuk i ka këto 2 kushte, fjala nuk i ka këto 2 kushte, të gjitha i mund dhe ajo lodhje në ditën e gjykimit do të jenë zero për arsye që nuk do pranohen. E para njeti të jetë për Zotin xhaleshanu dhe e dyta të jetë për Allahun xhaleshanu. Do thotë në lidhje me fjalët dhe veprat që ka përmendur autori, disa janë të dukshme, disa të fshehta, disa kryhen me gjuhë e disa me zemër, disa kryhen me gjuhë dhe zemër njëkohësisht, e disa janë vepra të gjymtyre. Sinqeriteti është çështje e zemrës. Mbështetja të vëkulin ndaj Zotit gjithashtu është me zemër. Sinqeriteti i kushtohet vetëm Allahut. Adhurim dhe feja kushtohet sinqerisht vetëm Allahut. Allahu i madhuar ka thënë: "Zbritja i këtij librit është prej Allahut, nga dhënjuesit të urtit. Jemi ne që ta zbritim ty librin me të vërtetën. Prandaj adhuro Allahun duke qenë i sinqert në adhurimin e tij. Vetëm Allahut i takon adhurimi i sinqert. Thuaj, është vetëm Allah ai që adhuroj me përkushtim tim të sinqert." E njëjta gjë edhe të vëkulin mbështetja të Zotit është vepër e zemrës, që i kushtohet vetëm Allahut. Edhe frika është vepër e zemrës,
që i kushtohet vetëm fuqiplotit Allahut subhanahu wa taala. Allah është fjala për atë frikë që konsiderohet adhurim. Frika fshet e cila me lejen Allah do të çohet në vendin përkatës. Edhe shpresa, droja, kthimi me vendim, nënshtrimi për ulja kështu me radhë, të gjitha këto me lejen e Zotit Gjallëshan do të sqarohen në ligjëratat në vazhdim. Të gjitha këto janë vepra të zemrës dhe bëjnë pjesë të llojit të adhurimit. Për shembull, el-istighatha, lutja për shpëtim, el-isti'ane, lutja për ndihmë janë vepra të dukshme. Edhe kurbani është një vepër që kryhet me gjymtyr. Edhe zotimi është e qartë se është fjalë gjuhe dhe vepër e gjymtyrve. Zotimi, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, nuk del zotimi vetëm se prej kopracit. Për arsye se ai i cili zotohet, zakonisht i kërkon Allahu xhaleshanuhu një lutje që i thot në qoftë se o Zot martohna, shtohna, do e bëj këtë apo atë për ty. Një njeri e kish pas një djalë jashtëzakonisht smut. Edhe zotohet. Në qoftë se shpëton djali, do e prej një lop sadaka dhe do shkepi mishën e sajna. Do në Zotë Gjallëshan shpëtohet. Pyet me gjetë zgjidhje se çmimi është ngrit. Ai ka menduar që do e gjon me disa qindra euro me prej një lop të mirë, të majme, me shpëndo për Allahun Gjallëshan. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka thonë se zotimi nuk del vetëm nga kopraci, e kemi edhe këtë argument, pe argumenteve, se ata që zotohen, i qesin Zotit kushte që nuk du me dhonë për Allahun Gjallëshan, në qoftë se ti ma jep këtë apo ma jep atë, pyet me 10 o xhallar duke gjetë rrugë zgjidhje dhe duke mos ia treguar pyetjen dhe zotimin që ka pas në zemrën e tij në sinqert. Prej atyre o xhallar që më pyet dhone, dhe pasi pyetem, i thon pyetja nuk është e plot. Ka disa mangësi. I kërkova ndërmjetësuesi dhe i thash, ti ketë frikën Allahut Gjallëshanu dhe ta sqaron zotimin e tina. Se me të vërtet nuk është zotim i qartë cilën është ka thënë. Pasi e pyet dhe i thot, kërkoj pejteje, që ti je i sinqert dhe tregon zotimin e qartë që e ki thot, i kom thonë Allahu Gjallëshanu, në qoftë se ma shpëton djalin do prej një lop, atëherë ky ja ka bo obligim farz vetvetes së tij prerës lopën. E ka ngarku veten e tina me një ngarkesë me të cilën Allahu nuk e ka ngarku. Në qoftë se ne kemi fëmijë në smut, e lutim Allahun më shëru. Në qoftë se shëron Allahu Gjallëshanu. Në shej falëndrimin e mund ndërtojmë edhe në xhami. Mund kujdesim me qindra e time, mirë po jo ti qesim Zotit kusht dhe në qoftë se bën këtë o Zot për mua, unë do e bëj këtë për ty. E për atë, zotimi është fjalë që e kemi folë dhe vepra gjymtyrëve që duhet me e praktiku. Në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, një prej sahabëve i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot jam zotu që në qoftë se do kthehemi shëndosh dhe mirë, do e prej një kurban për Zotin Gjallëshanuhu në filon luginën e Medinës. Shiqeni sa ka qenë kujdesshëm Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për me ruajt sahabët nga shirku në jetën e tyre. I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtij sahabeut, thot mos e kanë pas tradit idhujtarët që të prejnë kurbana në atë lugin. Sahabiu i thot jo. Atëherë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot praktikoje, realizoje zotimin me të cilin e kiber. Që ko ne për shembull, në muajin e 5 që njerëzit prejnë kurbana rreth tyre të vendit tonë, në qoftë se dikush e bën një zotim prej zotimeve, që në qoftë se shpëtojmë apo në qoftë se martohen apo në qoftë se na lën djalë, do prej këtë kurban në filan vendin ku idhujtarët e vendit tonë i prejnë kurbana, i thojmë nuk lejohet ty me prej në atë vend, mi po obligohesh me prej atë kurban në një vend tjetër. Pra përmes këtyre shembujve, autori ka dashur të përfshijë disa lloje adhurimesh që kryhen me gjuhë dhe gjymtyr.
që mund të jenë të dukshme publike dhe të pa dukshme çështjet e zemrës, por që të gjitha i bashkon fakti se janë adhurime. Adhurimi nuk i lejohet të kushtohet dikujt tjetër veç Allahut. Një adhurim pavarësisht nëse është i dukshëm apo i fshehtë, pra pavarësisht nëse bëhet me zemër, me gjuhë apo gjymtyr, nuk lejohet të kushtohet dikujt tjetër veç Allahut. Ai apo ajo që i kushton një adhurim të caktuar dikujt tjetër veç Allahut ka mohuar fjalët e tij. Allahu thot: "O njerëz, adhuroni Zotin tuaj i cili ju ka krijuar." Nëse robi pranon se pjesa kush është Zoti yt, ka kuptim kush është i adhuruari yt, pranon po ashtu se Allahu i lartësuar thot: "O ju njerëz, adhuroni Zotin tuaj të vetëm dhe pa i shoqëruar asgjë." Por nga ana tjetër, nëse përmes ndonjë adhurimi ky person i drejtohet dikujt tjetër veç Allahut, në fakt ai ka adhuruar dikë tjetër përpos Zotit xhelleshano. Pikërisht ky është shirku të cilin ja bëjnë njerëzit në ditët e sodit dhe ja kanë bërë dhe do ja bëjnë pas ditës së sot. Për asnjë argument kemi fjalët e Allahut, me të vërtetë xhamit janë kushtuar vetëm Allahut. Prandaj mos ju lutni askujt tjetër veç Allahut. Mos ju lutni. Lutja është bashkë adhurimi, siç përcjell në hadithin me të cilin ka argumentuar autori, lutja është thelbi i adhurimit. Ky hadith i Enes ibn Malikut ka sinxhir të dobët, por domethënia përputhet me hadithin e saktë, të cilin transmeton Numan ibn Bashiri, i cili ka të shënuar te Abu Davudi, Tirmidhi dhe të tjerë, ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Ad-du'a'u huwa al-ibada." Lutja është vet adhurimi. Pra thelbi i adhurimit, si një tjetër hadith, Arafati është vet haxhi. Ata të cilët kanë qenë në haxh e dinë se haxhi është një prej shtyllave të fesë islame. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka përmend Arafatin e ka pas qëllim krejt obligimet të cilat kryen në haxh. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka thonë ad-du'a huwa al-ibada, lutja është vet adhurimi. Allahu xhaleshanuhu ka thënë metrat e xhamit janë kushtuar vetëm Allahut. Prandaj mos ju lutni askujt tjetër përpos Allahut. Siç e tha më lart, asnjë prej dy llojeve të lutjes, as atë që njihet si dua el-mas'ala dhe as atë që njihet si dua el-ibada, nuk duhet t'ia kushtojmë askujt dhe asgjë përpos Allahut xhaleshano. Mos ju lutni askujt tjetër veç Allahut, domethënë mos dalloni askën tjetër me Allahun. Kjo është një ndalesë, nëse në këtë kontekst lutja ka kuptim dua el-mas'ala, atë domethënë është kjo. Në moment që xhamit janë kushtuar vetëm Allahut, prandaj mos i kushtoni lutje askujt tjetër veç Allahut. Fjala fela tad'u, mos ju lutni përfshin të dyja llojet e lutjes, dua al-mas'ala dhe dua al-ibada, kështu ky varg është dëshmi se njësimi i Allahut përmes adhurimit është o dytrim. Nëse gjatë argumentimit këtë varg, dikush na thotë se këto është për qëllim dua al-mas'ala, ndërsa llojet e tjera të adhurimit si kurbani, zotimi, lutja për shpëtim, lutja për mbrojtje nuk hyn të ndalesat e këtij vargu, përgjigjja duhet të jetë kjo. Në Kur'an, duaja është dhënë me dy kuptime. Kur përmes saj është për qëllim dhe kur përmes saj është për qëllim adhurimi dhe kur është për qëllim vetlutja. Për shembull, Allahu xhaleshano thotë: "Zoti juaj ka thënë, mu lutni që t'ju përgjigjem." Zoti juaj ka thënë, mu lutni që t'ju përgjigjem. Ata që i shmangën adhurimit ndaj meje nga mendimasia do të hyjnë në xhehenem të poshtruar. Këtu duket qartë se është fjala për adhurim, sepse vetë vargu e sqaron. Ata që i shmangun adhurimit ndaj meje nga mendimasia do të hyjnë në xhehenem të poshtruar, edhe vargu tjetër ku Zoti tregon për Ibrahimin, ku i drejtohet popullit të tij: "Po largohem nga ju dhe nga ata që lutni, adhuroni në vend të Allahut. Do t'i lutem Zotit tim, sepse jam i sigurt se nuk do të jem fatkeq me lutjet që i kushtoj Zotit tim." Ibrahimi alayhis salam, që Allah xhaleshano ka nderu, me të vërtet, jeta tina ka nevojë më lezu, sidomos për ata djelmosha, ato vajza, që janë të vetëm, apo të vetme në familje që e lusin Zotit xhaleshano. Ibrahimi a.s. ka qenë vetëm, Allah e ka quajtur ymet. Vetëm ymet. E ka adhuru Zotin xhaleshano. Popullit tina nuk kanë qenë njësus të Zotit, idhujtar mushrik, që i kanë lutur zotrat, që i kanë maru me durët e tyre, e mërtu me gojat e tyre. Kur e ka po popullin e tina, i ka thonë, po largohem nga ju dhe nga ata që ju adhuroni në vend të Allahut. Do t'i lutem Zotit tim,
se si jam i sigurt se nuk do të jem fatkeq me lutjet që i kushtoj Zotit tim. Paramendoni armiqësia popullit të tij, pasi ai i ka shkatruar zotat e tyre me duart e tij. Kur i kanë pyetur dietarët për veprimin e Ibrahimit a.s. dhe durimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kanë thënë: kur muslimoni është i vetëm dhe e njeh besimin e tij, i lejohet të keqen të largojë me dorën e tij. Për arsye që është i gatshëm të përballohet me sfidat të cilat do i binë pas largimit të keqes. Që që kanë rënë Ibrahimit a.s. kur populli e ka hedhë në zjarr. Ndërsa kur muslimoni ka pas veti njerëz të cilët janë të dobët, nuk bën ta vendos besimin e tyre në sprova në të cilat nuk mund t'i përballojnë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për 13 vite në Mekë dhe 8 vite pas Mekës, 21 vite pas shpallës Zotit pejgamber, rreth Qabës kanë qenë mbi 300 zota. Asnjëri nga ata zota, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, të emërtuar dhe të marruar nga duart e idhujtarëve të Mekës, nuk e ka thyer, nuk e ka larguar, nuk e ka djegur, jo që nuk ka pas besim, mbështetje te Allahu xhaleshon. Mirë po ka pas veti njerëz të dobët. Pra të muslimanët në shoqërinë tonë, në familjet tona, në rrethin tonë, në qytetin tonë, nuk duhet bëjnë veprime të cilat dëmtohet Islami, xhamit dhe muslimanët. Ibrahimi a.s. për veprimin e tij ka qenë ymet vetëm. Nuk ka pas dikush nga muslimanët e dobët që të sprovohen, maltratohen, dënohen me të. Allahu xhaleshanu i tha zjarrit: kunu bardan wa salama. Do të bërë i ftoftë dhe paqe për Ibrahimin a.s. Jo i ftoftë më ngri, mirë po sa mos me e djeg, edhe pse pa besimtarët, do thot aq zjarr të madh kanë ndezur, sa kanë hedhur me katapult Ibrahimin a.s. Dhe Allah xhaleshanu e shpëtoi, edhe pse pa këtë mrekulli, popullit tina përse i vazhduan në mohimin e Zotit xhaleshanu. Në vazhdim të vargut, Zoti thot: dhe kur u largua prej tyre dhe atyre idhujve që adhurojnë në vend të Allahut. Te pjesa e parë vargut tregon se Ibrahimi tha: po largohem nga ju dhe nga ata që lutni. Në vijim thot: dhe kur u largua prej tyre dhe atyre idhujve që ata adhurojnë, kjo tregon se kur Ibrahimi tha po largohem nga ju dhe nga ata që lutni, kishte për qëllim ata që ju adhuroni. Do të ketë këto fjalë, dietarët e fesë janë munduar me i prum me kallëzu se lutja është adhurim. Lutja është adhurim. Dikush mund të më thonë: jo, nëse po shkoj, po bëj muhabet. Kur ti shkon te varri, që i shohim tash ta grybeçar, që lut Zotin xhaleshanu me i udhëzu në fenë islame, kur kalojnë pranë tyrbrave të qytetit, ata afrohen dhe thojnë fjalë. Dhe ato fjalë janë kërkesa. Qofshin kërkesa personale, qofshin kërkesa familjare, qofshin kërkesa dynjas, qofshin kërkesa të tjera. Gjitha ato fjalë që ata i thonë janë ibadet, adhurim. Pra Ibrahim a.s. thot po largohem nga ajo që ju lutni dhe ja adhuroni. Që kanë qenë jo pak zota, mirë po me besimin e tina i ka shkatruar të gjitha përveç të madhit të tyre, dhe i thot Ibrahim a.s. një test inteligjencës ja bën popullit e tina, thot pyetni kush ju ka shkatrua në çfarë sa ta flasin. Në rastin tjetër thot bel fa'ala kabiruhum, e ka bërë këtë vepër i modhi i tyre. Për arsye që i ka myt ata tjetër, ato të modhin e kalon, ka dashur mi thon atyre, që e kanë bërë nervoz këtë Zotin e Madh që ka qenë në bazë formës më i madhi, dhe për shkak hidhrimit që ja kanë shkaktu këta, i kanë zonë i ka myt. Njëjtën rast e ka vepruar një i cili ka shku e ka vjedhur një derë për derëve të tyrbes, dhe e kanë pa ata të cilët kanë qenë në atë vend, i thët ko ke morë këtë derë, edhe njohin derën, thët ma ka dhonë babloki apo ai si ka qenë i varrosur, aty më tha merre këtë derë të shtëpia. I thët po çysh folja me ty dhe çysh ta adhuroj. Tha po ne apo mundon ata për ditë më u kallëzu ju që ai as nuk fol, as nuk ndëgjon e nuk merr vesh. E kështu doshta në mënyrë praktike më u kallëzu juve që më u qel syt, që as nuk ndëgjon juve, as neve, as nuk ka mundësi më na bë dobi neve as juve, mirë po njerëzit përsërit, edhe pse shohin gjitha këto argumente, ashtu që kanë punë kohën e Ibrahimit alayhis salam, kanë vazhduar me e bosh shirk Allahu xhaleshanu.
Dhe kur e largua për tyre dhe atyre idhët që ata adhuronin, ky është treguar si qartë se vargu përfshin dy lloje të duas, dua al-masala dhe dua al-ibada. Kur xhallarët tanë kanë shpjeguar tauhidin në librat e tyre dhe kanë nënvizuar se ky varg kuranor i përfshin të dy llojet e duas, ata janë përgjigjur edhe ndaj pretendimit se ky varg është argument vetëm për dua al-masala, ndërsa adhurimet e tjera, siç është Kurbani, zotimi, nuk futen në ky varg. Përgjigjja e tyre është kjo: doja ndahet në dy lloje, dua al-masala dhe dua al-ibada, të dyjat këto janë dhënë në Kur'an. Vargu përfshin që të dyja, kjo sepse kur Kurani përmend doan, në disa raste i referohet njerëz, në disa raste i referohet tjetrës, kështu nëse te ky varg specifikojmë njërin duke muar tjetrën, kemi dhënë një interpretim të pabazuar dhe një përfundim të papranueshëm, pra është obligim që njeriu kur t'i drejtohet Allahu xhaleshanuhu, nuk i lejohet me i drejtu askujt tjetër përse ti. Dua el-masala është kur ne i kërkojmë Allahut xhaleshanuhu diçka për të mirat dynjas dhe të ahiretit. Ndërsa dua al-ibada është kur ne i kërkojmë Allahut adhurim, lutje që janë adhurim, të dyjat gjatë jetës tonë nuk lejohet me ja kërku dikujt tjetër përpos Allahut xhaleshanuhu ve xhalla xhelaluhu. Pra të lutim Zotin xhaleshanuhu që edhe ne, edhe familjet tonë, edhe populli jon, që kur t'i luten Allahu xhaleshanu. Kur t'i drejtojnë lutjet, t'i drejtojnë Allahu xhaleshanu. Me të vërtet, ne jemi duke paramendoni kohën e namazit, kur muslimanët ngritën qytetin e Gjakovës dhe nisen me fal xhamin, kur udhëtar dëshirojnë me dal prej qytetit, nalen dhe kërkojnë ndihmë nga të varrosurit në periferit të qytetit. Dhe lajnë pare panumruara, vetëm që ata të cilët janë të vdekur të jenë mbrojtës të tyre. E padyshim që ai i cili e ka këtë bindje, e bën këtë vepër, përfundimi i tij në botën tjetër do të jetë në zjarrin e xhenemit, ku nuk ka më shpëtu dhe nuk ka arsyetim për të. Dhe kjo përgjegjësi nuk bjen vetëm mbi hoxhallarët e këtij qytetit, po bjen edhe mbi xhamatin që Zoti ja ka bërë të mundur me kuptu besimin e pastërt. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Zoti është për blerë të gjithëve. Allah na bëj mundur me vazhduar në ligjërat e tjera.